Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Edhe emrat I kemi të njëjtë, kur si mi nda. E ka zonë verin e motrës, a mënet me të bo shoqja motra? Mënet. Fëmijët e mi e din se në dy sofkat jemi të pandashme. Sofkat e Ta manë pandashme. shoqet shpirtit, zemër, se gjithçka. Përshëndetje, a jeni lodhë si jene? Jo, që mirë, faleminderit. Jo si jeni? Mirë, faleminderit të dhona. Apo na tregoni çka jeni mes vete jo? A jeni motra, kunata, shoqe, çka? Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Shoqet pandashme. Edhe emrat I kemi të njëjtë, në shkollë kemi qenë bashkë. Emrat, si keni emrat? Emrat Sofie, Sofia, dyja ta. e dyja Sofie. Jeni bashkë se sa vite shoqe? Po sa vite, po 40 vite. shkollës- Prej shkollës mesme, po. Prej shkollës mesme. A ka qenë e vështirë, sa është e vështirë mu mbajt kjo shoqëni? Shumë me kënaqësi. Shumë me dashuri të madhe që I kur si mi nda. Kur gjithmonë lidhjet I kemi mbajt përmes telefonit, mandej jemi taku, tash jemi në penzion të dyjat, prap takomi, kjo ka jetu në Zvicër, edhe prap që takomi, me Jeton shumë në Zvicër? kënaqësi. Po, është kthyer në penzion. Shumë rikë këto. A ndodh në herë me orë për Zvicrës se mos me thirr, me pikafën, e me dojë? Ndoshta ndodh kur jam për një javë këtu, ama kur rima Nuk e harroj gjatë, shoqen as. nuk e harroj. Pa fol në telefon se lo. Bilen telefon me Po, ti. po. A e ka zonë verin e motrës, a mënet me të bo shoqja motra? Monet. Kur është shoqet, tamam shoqe. E ndoni monet. së në bashkë qoftë mira apo të keqa? Gjitha I ndajmë bashkë. Cili është momenti më interesant dhe më I bukur që keni kalu bashkë? E mbroni me. Ka shumë momente ka të bukura, po më kujtot fakulteti. Kur hipsh, ku e fakultetit, hipshëm në autobus, përsëritshëm landëm si morë që kishëm provimin, deri atje. Edhe çka është më interesant, unë e kisha përgatit shumë një landë. Tuja spjegu kësaj, tuja përsërit në autobus, kur hinëm provim, kjo e kryti provimin, unë jo. Ti qeni mu, se Kur ka nuk e harroj. Edhe për atë kam thënë gjithmonë se kështu është jeta. Jeta është kështu, fati është kështu, po jam shumë e lumtur. Gjithë familja dhe fëmijët e mi e din se në dy sofkat jemi të pandashme. Ta manë shoqet shpirtit, zemër, se gjithçka. E cili është ai momenti I vështirë që keni kalu bashkë, që t'ka ndihmu sofka ty ose te sofkas? Po ka pas jeta gjithçka ka. Jam këshillu prej saj, e kom marrë ato të mirat, edhe kemi vazhdu. Ata është po kthehemi pak në kohë. Atë ka gënjur një herë, sofka ose te ke gënjur? Jo, Asnjëherë. ato jam shumë e Jo, bindur. Me vedije jo, kur jetë. Pa vedije. Ja. Se jemi të hapuna, jemi shoqet të hapuna. Po çdo gjë, Është vështirë me gjetë kështu si ja vështirë është. Gjithë na kanë lakmi. Që se kemi nda prap shoqërinë. Faleminderit. Ajo xhelozojnë. Ajo kanë xhelozuar. Ndoshta dikush, po me dije jo. Okej, edhe një mesazh për fund, çdo më e përcjell. Për shoqet. Për shoqeta, mbani shoqërinë, gjeje shoqen e mirë, edhe mos e- interes. pa interes, pa përgjohë dhe kështu, sikur ne dyja që jemi shembull. Faleminderit. Varet se a lakmojmë shumë për gërbetin, a dojmë me nejtë në vend tonin. Normal unë njoh shumë shokë dhe shumë djemë të ri që kanë vytë edhe këtu, nashta ma shumë se në gërbet. Ke qenë ti vetë? Jo me jetu, jo, edhe nuk menoj që shkoj kur. Ka njeri që prishet me pak pare, ka njeri që me shumë nuk ndryshon heq. Varet këtë për personazhin. Ku nuk ma mërë menja ku muna në cilën shkollë me quna ashta djalin tem nesër, nuk është që s'ka të mira, po e shoh si vështërsi shumë të madhe për neve që jemi prind. Si jemi disponem? Mirë, faleminderit. Si e kaloni kohën e lirë? Vallaj, qështu me familje. A punoni? Po, Çka punoni? me pastrim. Me film pastrim, po. Sa është e vështirë për ju? Po, s'është e vështirë se e dojmë, se kemi zgjedhë pahiri këtë punë. Në kam kur e dëm punë e bëjmë me vullnet. Sigurisht, natyrisht. Natyrisht, po, shumë Si e është e tesën në vendin tonë? Se shumica tash po shkojnë jashtë, po ikën në gurbet, po mendojnë që është më mirë tash ashtë, s'është nuk e di, tregon apo. Unë e shoh që tu ka shumë perspektivë, po varet se a lakmojmë shumë për gërbetin, a dojmë me nejtë në vend tonin. Normal unë njoh shumë shokë dhe shumë djemë të ri që kanë vytë edhe këtu, nashta ma shumë se në gërbet, po qysh ta shef njeri vetë edhe zgjedhë. A ke qenë ti vetë? Jo me jetu, jo, edhe nuk menoj që shkoj kur. Kur, dhe me thonë këto e ke vendosë që Ja, nuk e lëshon vendin kur. Kur një. As për një pagë më të mirë nëse të ofrohet. S'ka me. Që kishtë
isht me qenë paga mesatare me bun jetë normale në vendin do? Valloj për momentin 2 vjet e fundit minimumi 700 euro, dhe pse na shta shumë punë është e paarritshme, pagë, po e nevojshme i shkon. Cila është gjëja apo sfida më e vështirë që t'ka ndodhur në jetë? Se di, nuk kemi pas asnjë diçka që duhet me përmend shumë. Nuk më kujtohet diçka që... Shkona jeni për diçka më përshmënje? Jo, nuk i Bashkë di. për kërgjova? Jo. E gjëja më e bukur që ka ndodhur? Gjëja më e bukur është kur më ka ardhur në jetë një djalë. Vetë kur je Po, vogël. kur jam vogël. A të shtu ngalit obligimet? Natyrisht, po edhe të mirat më shumë. Po, sigurisht. Sa është e vështirë me i rritë fëmijët këto në vendin tonë, shkollimin, se e shumë? Ato në shoh si sfidë për të ardhmen, të e pa që nuk jemi shumë të mirë me kuadrët e profesora, me shkolla që pa dasht me në vlerësu që ka shumë të mirë prej tyne, po e shoh si një rrezik shoqënor shumë, unë tashmë që jam vetë prind, nuk e di as ku nuk ma merr mendja ku muna në cilën shkollë me quna shta djalin tem nesër, nuk është që s'ka të mira, po e shoh si vështirësi shumë të madhe për neve që jemi prind, po nëse udhëzohen rrugë që na i kemi kalu, besoj që s'ka me pas probleme. A mendon që parja ti zgjidh problemet apo ta shton lumturinë? Nuk të t'i rëndësishme? zgjidh problemet, po nuk po ban pa të, sigurisht. Po ta shton lumturinë, nëse nuk ti zgjidh problemet, ta shton lumturinë. Po natyrisht, ka mundësi, amo jo bash çdo sen. Jo bash çdo sen. Prish luksi tepër, ta çon pesh. Varet këtë pi personit. Ka njeri që prishet me pak pare, ka njeri që me shumë nuk ndryshon hiç. Varet këtë pi personazhit. Faleminderit shumë për kohën që Faleminderit ndodhe. juve, faleminderit. Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Edhe emrat i kemi të njëjtë, kursi mi nda. E ka zonë vendin e motrës, a mënet me të bo shoqja motra? Monët. Fëmijët e mi e din se në dy sofkat jemi të pandashme. Sofkat e Ta manë pandashme. shoqet shpirtit, zemrës e gjithçka. Përshëndetje, a jeni lodhë si jene? Jo, që mirë, faleminderit. Jo si jeni? Mirë, faleminderit të dhona. Apo na tregoni çka jeni mes vete ju? A jeni motra, kunata, shoqe, çka? Ne jemi shoqet pandashme, pe fëmërisë. Shoqet pandashme. Edhe emrat i kemi të njëjtë, në shkollë kemi qenë bashkë. Emrat, si keni emrat? Emrat Sofie, Sofia, dyja ta. e dyja Sofie. Jeni bashkë se sa vite shoqe? Po sa vite, po 40 vite. shkollës? Prej shkollës mesme, po. Prej shkollës mesme. A ka qenë e vështirë, sa është e vështirë mu mbajt kjo shoqëni? Shumë me knaqësi. Shumë me dashuri të madhe që i kur si mi nda. Kur, gjithmonë lidhjet i kemi mbajt përmes telefonit, mande jemi taku, tash jemi në penzion të dyjat, prap takomi, kjo ka jetu në Zvicër, edhe prap që takomi, me Jeton shumë në Zvicër? knaqësi. Po, është këthy se në penzion, penzion. ma shumë rikë. A ndodh në herë me orë për Zvicrës se mos me thirë, me pikafre, e me dojë? Ndoshta ndodh kur jam për një javë këtu, ama